Nuk mund më konë balotazh, nuk mund më konë proces i listë zgjedhor në KLLK me një kandidat vetëm të listë serbe. Kena kërku që me pas ndërhyrje nga KXZ-ja, sepse kandidati që është ende në flet votim sot, është kandidat i SNS-it, por është kryetari i komunës paralele e emëruar nga qeveria e Republikës Serbisë. Dhe kjo është e papranueshme për ne. Edhe komuniteti serb, edhe komuniteti shqiptar sot e kanë bojkotuar procesin e ballotazhit në komunë KLLK-it. Ka pas një dalje të votuesve vetëm nga lista serbe, ka qenë një grupim përsëri lista serbe dhe bashkë SNS votime në mënyrë grupore me turp, që është kundër ligjeve të Republikës Kosovës. Ka fakte edhe dëshmi, ka raportime edhe nga ana komisionarëve, zhguesve dhe të cilët janë në për qendrat e votimit, kanë denoncuar në KQZ votime në grup nga lista serbe dhe SNS-ja. Unë nesër do t'ju drejtohem PZAP-s me një anketë në të cilën do të kërkoj që ky ballotazh të rivlerësohet dhe të përsëritet, për arsye se në flet votim gjendet kryetari i komunës paralele të Vitis Srečko Spasić dhe votimi ka qenë në mënyrë grupore edhe nga lista serbe dhe nga SNS-ja. Besoj që PZAP-ja duhet me kthy procesin pikën zero, ose të përsëritet ballotazhi, të eliminohen nga gara këta kandidatë të cilët janë të shkel ligjin e Republikës Kosovës, nuk janë të bo demokraci në nivelin që do të më konë zgjedhjet në komunë KLLK-it. Edhe qytetarë shqiptarë, qytetarë serb janë manipuluar, janë mashtruar nga ky proces zgjedhor dhe janë ndikur. Vota është e lirë dhe demokratike. Në këtë formë që janë të punu, që është të leju KQZ dhe PZAP-ja, ka më konë e papranueshme edhe sot edhe në ditëve të tjera. Sipas informacioneve të mia janë vetëm 12 qytetarë shqiptarë të cilët kanë dalë me votu. Tash nuk e di votat e tyre a janë të vlefshme apo të pavlefshme, a kanë dalë me shpreh mbledhje.